Mund të duket disi e çuditshme, por kombëtarja shqiptare ka një lojtar në qirin e saj, i cili do të luftojë për të fituar Champions League-ën, trofeun më të rëndësishëm për klube, dhe ai është Cristian Aslani. Mesfushori është pjesë e Interit e më 31 maj mund të kurorëzohet kampioni i Europës në përballjen që do të luhet kundër Paris Saint-Germain. Edhe pse kumbullimi i ekipit kombëtar do të nisë pak më herët, një pjesë e lojtarëve që do të kenë mbaruar angazhimet do të mblidhen në Durrës për të filluar përgatitjet. Aslani do të jetë ai që do të marrë fundit avionin për në Tiranë. Humbja e titullit kampion përballë Napolit ka qepur gojët e yjeve të Interit me klubin si kaltër, i cili ka preferuar të mos nxjerrë lojtarët titullar të flasin para mediave, por ka dërguar Cristian Aslanin të fliste në konferencën pas sfidës me Komën. Mesfushori Kuqezi u është përgjigjur ngacmimeve të gazetarëve, të cilët sigurisht interesoheshin për situatën të Zi Kaltrit pas kësaj humbjeje, duke pasur parasysh finalen e Ligës së Kampionave. Sigurisht ka shpënim dhe keqardhje, kemi lënë shumë pikë rrugës, por tani kemi kupën më të rëndësishme të sezonit të Aslanit, duke iu referuar sfidës së javës së ardhshme ndaj Paris Saint-Germain. Më pas shqiptari u pyet se si e cilësonte sezonin e tij. Deri tani mendoj se ka qenë një rrugtim me ulje dhe ngritje. E dim shumë mirë atë që ndodhi në Arabi ndaj Milanit. Kishte një sulm ndaj meje, por nuk ka problem. Nuk është e lehtë të luash her pas here, por jam i lumtur për rrugëtimin tim. Është i rëndësishëm ai i ekipit. Tani ka shumë punë për të bërë, ka shumë trishtim, ka një ndeshje shumë të rëndësishme që duhet fituar. Tha Aslani.